27 nëntor 2025, jemi në ditën e Jupiterit. Kjo është edhe dita më e vështirë e kësaj jave dhe e këtij muaji. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Ana do të ketë disa kënde të vështira të cilat shkaktojnë vërtet shumë probleme. Këto probleme përfshin komunikimin, çështjet sentimentale, argjimet, anën materiale, po ashtu edhe anën tonë fizike. Mund të përballemi me të papritura, jo të këndshme dhe si rrjedhoj mund të jenë pak më të hapur ndaj aksidenteve. Probleme më të rëndësishme do të vinë në anën emocionale. Do të kemi trysni vërtet shumë të madhe dhe kjo mund të përkthehet edhe në shpërthime të fuqishme. Për këtë arsye të gjitha marrëdhëniet në çështje dite janë shumë të sforcuara. Duke filluar nga ora 17:52 deri në orën 19:24, hëna do të jetë në zbrazëti. Do të ketë edhe një kënd të vështirë me drejtuesin e shenjës ku ndodhet aktualisht me Uranin. Kjo do të thotë që të gjitha të papritur që ndodhen në këto momente mund të na përballin me situata vërtet shumë të vështira. Problemet në përgjithësi do të vinë në lidhje me komunikimin, do të kemi probleme me elektricitetin, kjo do thotë që mbetëtimat dhe rrufet mund të jenë aktive deri gjatë ditës. Fshirët e shumta që po ndodhen në këto momente mund të shkaktojnë edhe lëvizje të tokës, ndërkohë që në zonat e larta mund të kemi edhe rreshje dëbore, të cilat mund të shkaktojnë probleme vërtet shumë të rëndësishme në transport dhe në përdorimin e automjeteve. Cilat janë mënyra që mund të shmangim këto probleme gjatë kësaj dite? Duke qenë se shprehjet në mënyrë të dukshme komunikimi, gjatë kësaj dite do të këshilloj që diskutimeve të vështira të qëndrojmë larg. Gjendja jonë emocionale është vërtet shumë e ngarkuar, prandaj duhet të marrim parasysh këtë përpara se të veprojmë dhe të reagojmë. Por në vend që të flasim, në qoftë se preferojmë që të shkruajmë gjërat, pra të dërgojmë mesazhe, në këtë mënyrë mund të shprehim ndjenjat, mendimet tona shumë herë më qartë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me mjet.